Policia e Durrësit njoftoi se shtetasi me inicialet FK, 33 vjeç, është plagosur me armë zjarri dhe ka marrë ndihmë mjekësore në spitalin e qytetit. Shërbimet e policisë kanë identifikuar autorin e plagosjes, por generalitetet e tij nuk bëhen të njohura për të mos synuar vijimin e hetimeve. Ndërkohë, specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin XD, 19 vjeç, banues në Durrës, pasi u kap duke drejtuar automjet pa leje drejtimi. Në një tjetër operacion të policisë, specialistët për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori për shtetasin AM, 30 vjeç, banues në Durrës, pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet dhe ju sekuestrua një sasi lënde narkotike. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Durrës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin IM, 41 vjeç, banues në Durrës, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëjetueses së tij. Shtetasin ASH, 33 vjeç, banues në Tiranë, pasi dyshohet se ka mashtruar një shtetas për të mos i paguar çmimin e një automjeti. Për 14 vjeç, pasi dyshohet se për motive të dobta janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin. Ndërsa në Kavaj, specialistët për hetirin e krimeve referuan materialet në prokurori për shtetasin AL, 50 vjeç, për veprën penale ndërtimi i paligjshëm, një 13 vjeçar, pasi dyshohet se ka vjedhur në një banesë 2 celular dhe një shumë parash. Me cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2 celularët. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.